Në të vërtet, Edi Rama po derdh lot krokodili për policinë e shtetit, të cilën e masakroi me banditët e tij më 21 janar. Rama kërkon me pahir të bëhet avokat i policisë së shtetit, kur në panelin nga i cili loton, ka në krah njerëz të cilët kanë vrarë dhe masakruar të pafajshëm deri në vitet 90, që fëmijët e tyre kanë ekzekutuar me plumb në kokë dhe kanë plagosur të rinj të pafajshëm në Tiranë. Zoti Edi Rama, ju nuk mund të bëheni avokat i policisë së shtetit dhe shtetit ligjor kur të gjithë e dinë se ju jeni miku më i madh i krimit të organizuar, i vetmi politikan shqiptar që ulet në tavolinë me kriminal e njerëz të kërkuar nga drejtësia. Zoti Rama nuk mund të bëhet avokat i policisë së shtetit dhe shtetit ligjor, një njeri që më shumë se kushdo tjetër e ka shpërblyer krimin e organizuar me leje ndërtimi dhe pallate, kryebashkiaku të cilin kriminalët e dërgonin për t'u blerë cigare. A mundet të jetë avokat i policisë njeriu që edhe për sekretar të Partisë Socialiste për rendin ka zgjedhur individ që me drejtësinë i kanë dosjet e hapura?